Mirëmëngjesi, ju përshëndesim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve, është fundjavë, do të gatuajmë sot, do të kemi mundësi edhe kënaqësi dhe privilegjin gjithashtu të kemi në program ditën e sotme një njeri që i ka dhënë shumë artit të baletit në vendin tonë, ka qenë një solist i parë i teatrit të operës dhe baletit, koreograf, tashmë ta njohim krimtarinë e tij në poezi dhe në romane, do të vi në programin e Reze Dielli, profesor Llaqi Nako. Kështu që një intervistë shumë emocionuese ku ke çfarë mëson nga këta njerëz me thinja që kanë jetë të tërë që kushtojnë artit dhe që janë aq modest dhe mençurakët tanë sigurisht që duan më shumë vlerësim dhe mirënjohje edhe nga institucionet. Të gjitha i duan respekt e mirënjohje sepse kur jep aq shumë këtij vendi duhet edhe të marrësh, pavarësisht se modestia e tyre kalon ato kufi dhe ti je modest, duhet të jesh njëri shumë i madh në radh parë. Është modesti deri në madhështi. Absolutisht. Gjithsesi, ju do të prisni deri në orën 10 e pak minuta për të ndjekur një rrëfim të bukur emocionues nga profesor Llaqi Nako. Ndërkohë, tek receta tona. Ndërkohë, direkt unë nis me një ëmbëlsirë, me një kek faktikisht. Vap është, e ky keko makullore shkon jashmase, me makullore, me kasat, me parfe, me çfarë të dëshironi ju shkon. Atëherë, po patjetër që me kafe. Po, kemi këtu lavatën, madje duhet ta ndezim pas ekspresin. Sepse nuk kam pinë më gjithë, tash me kafe. Me çaj patjetër, por të nish shpejt që të jemi gjithmonë në një kohë, të jemi në një vi. Atëherë kam shalqi. E kam prerë në kubik dhe e kam lënë që të kulloj lëngjet. Me që unë e kisha një shalqi dhe duhet që çdo pjesë të shalqit unë ta zauroj. Kam miell që e shtoj direkt. Shtoj pluhurat e thata. Sheqerin. Pak sheqer dhe pak mjalt. Një kek me shalqi. Jemi duke përgatitur për amvisat tona, duke qenë se gjithmonë më shohim faktit që të ushqehemi sipas asaj çka sezoni na ofron, sepse është dhe më e lehtë për këtë. Lexojmë dhe produktet avash. Po patjetër, një recet e cila nuk është gatuar të paktën sa herë kemi sjell tek rubrika e ëmbëlsirave, kek me shalqi po provojmë të shijojmë sot. Kemi 1 kilogram shalqi të cilin e kemi coptuar në copëza më të vogla, 100 gram sheqer, 150 gram mjalt, 300 gram miell që fryhet vet, 100 mililitra vaj ulliri, 1 lugë gjelle kanell, 1 vanilje, 100 gram rrush të thatë të zinj ose të tjerë lloje dhe 100 gram susam i bardhë, fara susami. Kemi shtuar përbërësit duke i miksuar, i përzier ato me njëra tjetrën. Dhe po vijojmë këtë proces derisa të krijohet ai brumi i duhur. Opsionale është, po të doni mund të shtoni një vezë. Është opsionale. Unë, jo një vezë, unë i kam e ku i kam vezët. Sipas sasive të tjera të përbërësve të tjera. Opsionale. Ovitalët e kuq. Përse është opsionale? Sepse gjithçka ka dhe një sqarim. Sepse unë kam vetë farina hap që fryhet vetë. Unë kam përdorur të kuqin, po të doni mund të përdorni atë portokallin, të verdhën, këtë dëshironi ju. Mjafton që të jetë farina hap. Po nëse nuk është farina hap, mund të përdorni edhe tjetrin duke shtuar pluhurat e tjerë. Pluhur pjekës. E transferojmë tani masën tek tepsia. Susam.
Pra, duket që është një masë brumi e plotë, jo nga ato të rrjedhshme që bëjmë kekun, po pak më e plotë si masë brumi. Unë kam bërë një masë më të vogël. E largojmë këtë. Edhe pak ujë të lutem, Moniki. Po. Këtu. Shtresën e parë, pra kemi vendosur një shtres me susam, me fara susami, mbi vajin e ullirit, dhe më pas masën e brumit, ku bashkuam edhe një kokër vezë, bashkë me përbërësit e tjerë. Lë një pjesë të rushit thatë. Kulloj pakës ujë. Dhe nuk e dua të gjithë të masë, sepse është shumë. Dhe në qik mjellë se i përsis lëngjet e shalqinit. Dhe ja ku drejt përfundimit të receta e kekut me shalqi, për të cilën përdorëm mielin, përdorëm mjaltin dhe sheqerin, 2 ëmbëlsues, fara susami, rush të thatë dhe... Ja, kaq, të voçkla këtu. Gati për pjekje, në një furrë në një ngrohje prej 200 gradë Celsius. I zbut ujë më mirë kështu këto kokrat e rushit të thatë. Mund të vendosim me një lugë që është me vrima. Unë tani faktikisht e mora. Dhe ja, së në mbetet gjithë tjetër, vetëm ta pjekim, edhe ta shijojmë deri në fund. E vendosim në pjekje në furrë të parangrohur pa tjetër, në 200 gradë, 205, shumë për pak minuta. Kështu pjek. Në këtë gradacion, përmbledhim edhe njërë përbërësit e kekut me shalqim, përpara se të bëjmë një shkëputje, të bëjmë i gati për recetën e dytë. Përgatitëm dhe sa po e vendosëm në pjekje. Kek me shalqi, ju duhet 1 kg shalqi prerë në kubik, sheqer mjalt nga 100 ose 150 gram, më shumë mjalt se sa sheqer, 300 gram miell që fryet vetë, 100 ml vaj ulliri, një lugë gjelle kanell, një vanilje, rush i thatë, susam i bardhë, po deshet mund të shtoni edhe një kokër vezë siç ne vepruam.